ADF-s për një qëllim se është pjesë e këtij korrupsioni masiv. Janë 74 shtëpi që shemben, me një laps që ka ndalë kur ka qenë Covid-i, që njerëzit ishin të mbyllur në për shtëpi, Durrësin e vjetër e kanë qëndisur, e kanë bashkia jonë e para bashkë me ADF-n, pra ne ndodhemi këtu sot, janë një pjesë e një korrupsioni për neve masiv, që të nxirrësh një popull në rrugë, Durrësin e vjetër, dhe për të shembur me gisht ku do e ku s'do, është një gjë pa drejtë. Do shëm në shtëpi. Po si do shëm në shtëpi? Këto shtëpia jeton njerëz të vjetër, me qindra vite shtëpia të vjetra. Tani ne jemi këtu ka ADF për të kërkuar llogari që ka bërë se ka biznes bashkë me Bashkinë e Durrësit, domethënë janë të lidhur si mishi me kockën. Ato mund të jetin top ping-pongu bashkia ADF-ja bashkisë, por kryesorja për ne është Bashkia Durrës, bashkë me kryeministri që e pa në televizor, ka dalë kur ka qenë Covid-i, edhe i kam piketuar shtëpit, edhe sot ne nuk kemi akoma as një pasaport, nuk na jep bashkia për shtëpitë tona të vjetra. Për të shembull, na vjen apeli shpejt. Është që pa drejt, duhet ta mendojnë shumë mirë, se po që Durrësin gjetë shtëpia që tregovi zonja me pullët kuqe, atëre Durrësi shpërbe, ikën komplet, e ç'a ngeni? Lulishte, shtëpia ime prishet për një lulishte, edhe 2 stola. Jam bërë dhe selektive. Ke pjesa ku jam unë fara mirë mund të hapi murin dhe të hapi lulishte. Pse do më shëmbi mua për t'i hapur dikujt që ka një dykace, të vjetër, të rënuar. Do me dhenë, pjesa qeverisë rrugullohet, shpërblehet, rrugullohet, restaurohet, Durrësakën të drejtë edhe gjithë jetën në Durrës dalin të pastre me një shumë qesharake që nuk ble dot një aneks. Nuk po them fjalë tjetër, po edhe i gazonjeri nuk e ble dot. Ne jemi për pezullimin e këtij projektit, të shifit edhe njerë. ADF, bashki, kryeministër, zëvendësministre, ministre kulturës që kanë dalë kur ka qenë Covid-i, edhe populli është i pa informuar, edhe të lutem këtë thirrje po e bëj që të dalin e të bjen prap Durrësit ku kanë bërë pullat kuqe, të shikojnë dhe të takojnë popullin që del jashtë në rrugë. Nuk jemi dakord të prishën shtëpitë e vjetra durrësake. Durrista vjen për shtëpitë e vjetra. Nuk vjen me pasheshe dhe gjelbrim. Gjelbrimin i pati Durrësi, i betonizuan. Tani do të prish shtëpia, do të ish njerëz që nxjerrin në rrugë të madhe, unë kam një biznes, unë punoj, kam 20 vjet që jam në shtetin, edhe shtëpia e vjetër e ime antike të restaurohet si qishte, jo të shemet, se dhe letra që në ka ardhur nga kryetari komunës, sa ndavi letrat, ato ishin letra vdekje, edhe iku dhe u sigurua prap një pun tjetër, po bashkia e ka siguru. Tani, i bëjmë thirrje bashkisë, kryeministrit të vijë ADF-ja shkryesorja, se janë të lidhur si një mishi me kockën, të vinë, të pozicionojnë kene, të na thonë që do bëhet, përse prishet shtëpia, për një lulishte, unë prish shtëpinë për rrugë, për spitale, po jo për një lulishte, kur Durrësi i kishte lulishte. Jemi kundra këtij projekti. Kaq. Shkolla muzikës, ty hapë larg është, që po bëhet pallat. Jo. Ka problem, flasim prap. Ka një Ja, 10 sekonda herë. Dila tjera, të duke la jo. Jo, disa fazë janë 200. Disa fazë, kjo faza që ne po, jashtë shërimenti, me disa fazë janë 200 shtëpia, po kjo është shtëpia. Janë edhe ty. Fredo, gati e kena, Fredo. Futi pak të çantë, ose çe. Atëherë, itemi një herë. Do të shpëgatitur, ë? Atina, po, si gjeni gjena të
Një sekondë, se do të përmbledhur, e dini. Dhe pastaj po vazhdoj. Vrimi la. Kemi gabim. Ma të hiqe ka se më keni ardhur me trek. Filloj ky se. Jenana. Dhe ju jusë. Te kjo protesta. Jemi, okej. Gati. Mos e mbaj atë e ti më si se duhet si gazetar. Jo, se nuk e ka, besoj i ka vetëm dorë. Nuk e ka pishaj. Ajo është banore. Po jepja Fredi do burë. Ma e që ki kërkon e kito. Na mund putet live. Live me syri? Po zotri, pak më... Aty. No tra, pak më mapa, tak që aty e ti. Gati. Gati. Po bëjni një kështu në fund, ose si ta mendoni juve në fillim në fund, dua të them një si deklaratë, si ka rëpjena. Shpikoj edhe atë historinë, do që diku ishte shtëpia, diku bëhet mas 3 metra dhe bëhet lobishte. Jo, po, me ata 500 njerëz që çan ngjohet sot se ngjohen ai diku do të rrinë gjithë televizori për atë ta. Dita xhiroj këtu do flasim pastaj. Nuk kanë njerë. Po, neve, jo, siç është e vërteta, nuk është se ashtu. E vërteta është kjo. Domethënë që janë këto lista, janë domethënë ato që duan ato që i nivelisat tyne kalojnë, ato që janë më të qetë, që janë ato më të tani na detyrojnë neve me dal tani nga Po jo po i dinje të gjane, Jo, po mi me do flasim, ja do flasim të qekoj. Po si më që ti po të fajson gjithë. Të futen në qitë të mësë. A bëje lajë. Sa janë kansi të tësit, që të parë të me i shenë, po pësi se bëjnë atë. Ky projekt prishë merë prona, dhe pas të këtyre shtëpiave. Vetëjesht në për tavolina të mbyllura, njerëzit s'kan asnjë dieni për këto projekte. Jo vetëm për Covid, edhe tani vonë, asnjëherë sepse njerëzve nuk është ardhur asnjëherë në shtëpi, ti thuhet projekti jot është pjesë e projektit, ç'a mendon? Objekti jot është pjesë e projektit, okay? Dhe tani këtyre më datë 26 u vjen një njoftim që shtëpia juaj prishet, obori juaj shpronsohet, këtu në 74 nuk kemi bë. Albania Fondi Shqiptar Amerikan për Zhvillim. Fondacioni. ADF-ja pretendon që është vetëm financuesi. Në fakt nuk është vetëm financuesi, ka bërë termat e referencës, ka pranuar projektin. Dhe të pranosh projektin do të thotë ta pranosh projektin me gjitha gabimet që kanë ndodhur. Në plan menaxhimi e kanë në mënyrë eksplicite. Ju thoni që ky është edhe financuesi i projektit? Është i financues dhe ndërkohë dhe pritet që mbas 3-4 vjetësh kur bashkia ta ketë bërë pastruar e ta ketë ashtu ta marrë dhe në menaxhim dhe ka rrezikun ta marrë sipas modelit të Butrindit. Dhe BIT quhet është një lloj sistemi menaxhimi, business integrated development që është pjesë si ashtu. Po merreni, po s'ka. Një sekondë se do futemi pak lart, të lutem. Po s'ka gjë, në vazhdim. Ja sa flasit të zotria me që në vazhdim. Do ta Po e bëjmë direkt në momentin. E bëjmë në vazhdim. Dhe ne Do të kuptoj njerëz, do të vetëm me fol, po se kuptova unë. Po kuptoj. e kur ti po Tani, ideja është të mangë që të 11:30 se unë folë në mentel. Jo, në 11:30 mi ka ardha e zëpëtinë. Në nevojë se gocën që të kushim ca përpara dhe atmosfera. Thelbi kryesor që të kuptoni mirë, thelbi kryesor është. Këtu te ne. Pra, këtu çfarë shikoni me pulla të kuqe,
ky është qyteti I gjithë I vjetër. Pra po themi Gjithashtu do prishin? Do prishin të gjitha çfarë me pullat kuqe do prishin. Çfarë do të thotë? Po shkatërrohet një qytet, po shkatërrohet një trashëgimi. Kjo është historia. Shumë veta ngrenë probleme. Për shembull thonë, shikoj, disa mirë do bëhet sepse janë hapësira publike. Në qytetet e vjetra, mos I ngatrojmë historitë. Në qytetet e vjetra nuk ka hapësira publike. Në asnjë qytet Roma s'ka hapësirë publike, Dubrovniku s'ka, Kotori s'ka hapësirë publike, Buga s'ka hapësirë, nuk ka hapësirë publike në qytetin e vjetër, sepse pikërisht në qytetet e vjetra janë të gjithë njerëzit interesuar për të hyrë në ato rrugica ku janë 1 metroshe, si në Venecia, nuk ka hapësira publike, nuk ka lulishte. Pra këtu kemi të bëjmë një abuzim shumë të madh dhe është vjedhja është hapur. Në thjesht për ta bërë. Pra njerëzit duhet arrin ta kuptojnë nëse Në momentin që do futem live, do flasim sot bëj një hapje. Le të flasë Visi, se shumë janë të gjithë njerëz shumë të rëndësishëm të komunitetit. Nuk janë njerëz të zakonshëm. Bajni mend njerëz, jemi njerëz, kemi ardhur në shokë, kemi njerëz Jo, thjesht për të për emrin. Banori lagjes numër 1, kolonel Thompson. Pra jam pjesë e shkatrimit nga ADF-ja, që është financuesi kryesor, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Nikoshitit dhe me Bashkinë e Durrës. Pra ne praktikisht kemi ardhur këtu sot ke ADF-ja, sepse për t'i treguar qytetarëve të gjitha dhe institucioneve në këtu kemi një qytet, pra kjo është harta e qytetit vjetër. Kjo është harta e gjithë qytetit vjetër. Pra nëse kemi një qytet 3000 vjeçar është këtu. Këto me njën të kuqe janë shtëpitë e vjetra që banohen nga qytetarët sot. Këto duan t'i shkatrojnë të gjitha këto shtëpi dhe t'i kthejnë në hapësira publike. Siç e thash dhe pak më parë, të gjitha qytetet e vjetra që janë në Europë, të gjitha qytetet e vjetra, asnjë nuk ka hapësirë publike, sepse ashtu ka qenë sistemi I tillë. Të lutem. Ja se do futa dia krye pasaj. Pra, Do I fillosh të lutem. Shëndetje Arnold, ju ndodhe përpara zyrave të ADF-s, në fakt që është fondi shqiptaro-amerikan për zhvillim, I cili është duhet theksuar një ndër financuesit kryesor të projektit TIT Durrës, një projekt I cili prek mbi 74 familje, pra banesat e të cilëve do të shemben, janë le ta themi familje të pozicionuara pikërisht në qytetin historik në Durrës, në zonën historike duhet theksuar, një projekt të cilin banorët